Zgjedhjet e pjesëme lokale në 5 bashki të vendit përfunduan këtë të diel me dominimin e Partisë Socialiste, edhe pse me pjesëmarrje shumë të ulët nga qytetarët. Nga gjithsej 334.539 votues të regjistruar, votuan vetëm 61.724 qytetarë, ose 18.45% e totalit. Vlora ishte bashkia me pjesëmarrjen më të ulët, vetëm 12.5%, ku ish-deputetja socialiste Brunilda Mersini fitoi me 15.672 vota kundrejt rivalëve të saj opozitar. Në Cerrek, kandidati socialist Florence Doka siguroi 6.201 vota, duke fituar me 66.22% të totalit, ndërsa rivalët e tij opozitar morën një pjesë më të vogël të votave. Në Berat, ish-nënkryetari i bashkisë Ervin Ceca fitoi me 83.35% të votave, duke mundur kandidatin e mbështetur nga Partia Demokratike Pavlo Shkarpa me një diferencë të ndjeshme. Në Tepelen, Kramos Sako i PS-s fitoi me 3.261 vota, ndërsa rivali i pavarur i mbështetur nga opozita Gabriel Gume mori vetëm 928 vota. Ndërkohë në veri të vendit Bashkia e Matit u drejtua sërish nga socialistët me Altin Bojnin, që siguroi 7.425 vota përballë rivalëve të mbështetur nga opozita dhe kandidatëve të tjerë të pavarur. Të gjithë fituesit e 5 bashkive do të qëndrojnë në detyrë deri në pranverën e vitit 2027, kur do të zhvillohen zgjedhjet e radhës lokale. Rezultatet konfirmojnë dominimin e Partisë Socialiste, ndërsa pjesëmarrja ulët ngri pikpyetje për angazhimin e qytetarëve në proceset zgjedhore.